C'è aiuto, non me parole Florian Binaj! Lojna Bemas! Si e bërë sot ku se ato nga eja, lule bo. I do të thuar kur orë. Na ka rrethu Shkodranët, gjithande. Unë i du shumë Shkodranët dhe Shkodrën. Edhe unë jo më kote mora për burr. Po. Gëzuar festën të gjithë atyre që punojnë. Gëzuar të gjithë juve që jeni të papërkrahur, ju të keq paguar, të shtrydhurve. Pra gëzuar ditën e punëtorëve. Një maj. Po pse e nise kështu? Po ashtu është. Në fakt s'ke faj se dhe për pak do jetë gëzuar festën e emigrantëve që vinë nga Bangladeshi, nga Filipinet, se shqiptarët që do mbeten këtu do jenë o drejtor, o investitor strategjik. Ose emigrant. Do të festojmë një maj, do të festojmë jashtë shtetit. Bangladesh. Bangladesh. Maybe in India. Who knows? Verdo jo gori summer. Po, mua një gjë më përshtypje. Ti qofsh, ju qofshi, që festoni sot, si guxoni ju se mbët mishi kokërë, si s'keni turp që festoni, ndërkohë që partia është e përçarë? Po kemi punuar mo që 18 vjeç. Çrëndësi ka që ke bërti më partia është e përçarë, ti feston? Po, Mamica është alnuar me Skënderbeun dhe ju më festoni? a festojmë sot e qajmë nesër? Jo. Nesër dima do kemi Shqipëri nesër, ju më festoni një maj? Por unë e di se ju duheni me mamice. Ashtu e dini vëtë? Ja që... Më le pa fjalë tani, nuk e di po ndihem keq që po festoj. Se si erdhe ky allnimi? Kjo që është futur mes tashi, edhe ai, i miri nënës, i vogli nënës. Ai që askush nuk e priste, por që mbrojti mamicën. Tani që mendoj, Flor, në qoftë se Spiropali është mamica, në qoftë se Rama është Skënderbeu, po Zoti Braçe kush është? Zoti Braçe është ai. Ai. Jatagani. Jo. Jo afrove, po. Ai, dojna, ai. Kali? Poni, po. është ai Kasneci. Ai Kasneci dojna që ditë e vërtit. Ai doni ushqimin e sportit s'pati vëshë. Ai doni naftën pak si s'pati vëshë. Që se doni votoni. Po më mirë tani. Ai është personazh shumë i rëndësishëm se nëse nuk do të ishte ai, njerëzit nuk do e merrnin vesh nëse vjen apo jo Skënderbeu, kështu që. Po, tani a flasim çik seriozisht? Flasim. Flasim çik. Faleminderit. Flasim. Si e sot, nuk e di se si. As vetë nuk e di si jam. Zoti Braçe ka qenë gjithmonë ekzekutiv brenda Partisë Socialiste, e dinë atë, ha? Gjithmonë ka ngritur zërin për trangullin, për panxharin, për këto produktet e Diviagës, për pelikanin, e dim këtë ne. Po nuk është se ka ndryshuar shumë, se sot prapë për kungulleshka po e ngre zërin. Po pra tani që t'jemi të qartë, disidenti Braçe nuk thot që partia është keq. Thot partia është shumë mirë. Është shumë mirë. Por mund të ishte edhe pak më mirë. Po, sepse njeriu pozitiv ecën me idenë që e mira nuk ka fund, gjërat mund të përmirësohen gjithmonë më tepër. Më mirë tash me gjithë hallet që ka Shqipëria e shqiptarët, na rrasin dhe këtë telenovelën turke këta të dy, që a flet as flet zoti Rama. Po ne, di që i kemi çik pikë të dobët telenovela turke tani, ne mbarojmë për këto muhabete. A u shan në korridor apo puthën korridor? E di, unë e di se kam komshi, e di, ajo është një ajo. A e foli kur ai uli kokën, a e ngreti ajo kur ajo foli kokën, a e lan kokën ke një di permanent, të lutem shumë. Dhe sa për zotin Braçe, për debatin që bën zoti Braçe, bën mirë të merret çik edhe me këto, një nga këto projekte që ka bërë qeveria e tij. Siç është dhe rasti i Durrës Yacht Marina. Në fakt javën e kaluar ne pam se si mega projekti prej 3.2 miliard euro, 3.2 miliard euro, Durrës Yacht Marina është fundosur me 74 cm deri në 1 metër nën dhe. Po këtë po thotë zoti Braçe. Po flet seriozisht apo? Po shumë seriozisht pra. Po thotë zoti Braçe. 1 metër tha. Hajt mo, tha, 74 do ishte më mirë, tha, ishe zhyt. Mos e kaloni njishën, ama. Po edhe po e kaloj njishën, nuk është se ka një problem më, se gjërat vogla janë këto. Qa bëri 1 metër, qa bëri 1 metër e 40 për shembull. Ka lezet Allah, e merr apartament e shfrytëzon parkim, se po dhe. Un kam dhe një super ide. Ua, kam një ide, duhet më paguajnë për këtë ide që jam. Jepi. Kja ndryshojnë emrin më. Ta bëjnë nga Durrës Yacht Marina, ta bëjnë Durrës Nëndetse Marina.
Aq, Ka nuk dy vlerësoj. llafe. Prandaj thon ikën truri sot, ikën Shpëton truri nga biznesin. Shqipëria. Shpëtoj biznesin, vetëm me kaq. Dhe shpreha lart e më lart, po shkon thellë dhe më thellë. Poshtë e më poshtë. Po mirë, më Fler, se të bëjmë serios, po si është e mundur Po. që të ndodhë diçka e tillë dhe shteti të mos reagoj. Po kush mban përgjegjësi? Po a është projektuesi, a është zbatuesi? Po a janë institucionet? Se kemi institucione dojna? Teknikisht kemi institucione, Po më qash në patjetër. sotall. Po zhytem edhe unë. Nëse nuk të mbaj dot të lutem. Jo më 74 Se do cm. bjene unë me ty. 74, jo vazhdo, se kemi Jo, jo. institucione neve. Më kujtohet se janë prava. Hajde. O dojna, më kujtohet se institucionet në Shqipëri janë prava. Në fakt, Se unë natë për natë i tregoj fëmijëve, na ishte një herë i KMT-ja. edhe ti më? Ua, po dhe unë me atë e vë qunin gjumë. Sa efektive është. Në vërtet? Ua, 10 minuta e zë gjumi top. Po, Nuk si edhe unë, 10 minuta më zë mu dhe vazhdo që në mujtë. Gjithsesi, ajo që nuk fle asnjëherë dhe ka edhe kur fle mi sy hapur, është piranja jon Matilda Prendi, e cila na bën një përmbledhje se çfarë ka ndodhur në Durrës Yacht Marina. E ndjekim. Një javë më parë, ju treguam për skandalin e zhytjes së dy pallateve në projektin Durrës Marina. Sipas dëshmisë së një nën-kontraktori, godinat ishin zhytur deri në 74 cm, por për ta verifikuar këtë denoncim, ne zbritëm edhe vetë në terren dhe kryematje topogeodezike me ndihmën e teknologjisë të dronit. Rezultatet treguan për një disnivel që në disa raste arrin deri në 1 metër mes godinave. Një situatë që ngre pikpyetje serioze për sigurinë strukturore, sidomos kur bëhet fjalë për një terren pranë detit dhe një zonë sismike. Anomalia u pranua edhe nga dy prej inxhinierëve zbatues të projektit, të cilët pa dhënë detaje, pohuan një të vërtetë që po mbahej e fshehur. Ndërkohë, edhe pse kërkuam të dëgjonim administratoren e Durrës Marina, Elizabeta Hajrullaj, ajo u mjaftua me një mesazh në të cilin na njoftonte se nuk mund të na jepte asnjë informacion. Menjëherë pas publikimit të këtij skandali, ne u drejtuam Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili nëpërmjet një shkresë zyrtare na bën me dije se rasti është marrë në shqyrtim dhe se është ngritur një grup i posaçëm verifikimi në bashkëpunim me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit. Autoriteti sqaron se kontrollet do të kryhen në terren dhe do të fokusohen në respektimin e kushteve tekniko-ligjore të ndërtimit dhe shton se në përfundim të verifikimeve do të vlerësojë situatën dhe do të marrë masat e nevojshme ligjore në varësi të konstatimeve. Ndërkaq, ne shpresojmë që institucionet ta marrin me seriozitetin e duhur këtë situatë në mënyrë që në kompleksin e ri modern të Bregdetit të Durrësit të mos rrezikohen jetë njerëzish. Nëse ju i keni harruar Çfarë më? anije generator, ne jo. Prap. Prap. Janë ato që flenë në Bregdetin e Vlorës. Nuk flen. Flen ti, flen vlonjatët. Pa ato natën qohet si hahet bukur. E gjysoj Rova. Harrojmë qohet natën kur gjithë flen gjumë, e hanë, thonë nesër mëngjes, nuk e di pse zbi. Po qa han? E qa hanë? An euro. Euro, hajnë. Po mirë, po të paktën prodhojnë sa korrent. Dakord jam unë, po a diti dojna se sa rrym kanë prodhuar për ato 10 miliona euro që janë paguar? Është shumë e thjeshtë. Aq sa ke paguar, aq euro sa ke ngrënë, aq ke marrë korrent. Është matematikë kjo. Në një botë ideale po. Kanë prodhuar sa një gogësim. Varet sa e ke goksimën. Doni dhe drita jo. Qa ishte? E pas ke goksimën shumë fine. Kaq ka bërë, po e kam britisht. Jo, e pas ke francezës, është si o de parfum. Francezët nuk e kanë çik kështu. Në të vërtet po varet si marketohet. Po. Ndiqeni pak sa rrym kanë prodhuar që na kanë rrje. Po ndiqeni pak. Për vite me radh, kemi denoncuar një aferë që për nga llogaritë aritmetike, edhe një nxënës i klasës së 5 do të merrte vendime më të mençura për menaxhimin e parave të shtetit të tij. Po flasim për 2 tigrat në Vlorë, asete termike që supozohej të na shpëtonin nga kriza energjetike, që në nisje procedura mbante shkelje të shumta, por edhe sot që flasim, ato vetëm sa thellohen. Ndaj, tashmë, pas një viti e gjysmë, që anijet janë marrë në dorëzim dhe filluan të prodhojnë energji, le të bëjmë një bilanc se sa kemi shpenzuar dhe sa kemi fituar. Por, më parë le t'ju kujtojmë se si u lidh kjo kontratë. Kesh u ngarkua me një vendim nga Këshilli i Ministrave për të marrë asete gjeneruese termike me qëllim prodhimin e energjisë elektrike. Procedura e garës ishte emergjente, duke i lënë shumë pak ditë kompanive private për të hartuar dokumentacion e për të paraqitur oferta.
por edhe pse ligji kërkon 10 ditë për të shpallur thirrjen dhe për të pritur shprehjen e interesit, Cash la vetëm 3 ditë kohë nga 2 firma që dhanë ofertë. Pranohet ajo e konsorciumit mes Accelerate Energy dhe Renko. Kontrata mes Cash dhe Accelerate Energy u negociua në mars të 2022 dhe u firmos një muaj më pas, por pa lënë datë dorëzimi. Një tender emergjent ku duhet sqaruar se emergjenca ishte vetëm për shtetin dhe jo për kompaninë, pasi kësaj të fundit ishte lënë në dorë ta sillte mallin kur të donte vet. Si pasojë, asetet e prodhimit të energjisë elektrike mbërritën pasi çmimet e energjisë u normalizuan dhe u vendosën në punë, sepse kriza kishte një vit e gjysmë që kishte përfunduar. Ndërkohë, kontrata që kompania Accelerate Energy lidhi me Cash në prill të vitit 2022 shërbeu si kolateral për të marrë kredi bankare e për të blerë më pas anijet me TES në Bangladesh. 2 tecet i kushtuan Accelerated $15 milion, 3 herë më lirë se kosto që do të paguaj Cash për qiran 2 vjeçare, që është $46 milion, ndërsa për operimin e tyre do të paguaj $22.5 milion te kompania Renko. Një absurditet logjik që do të ishte çmenduri jo vetëm për ekonomistët, por edhe për ata që din aritmetikën e thjeshtë. U bë reklam se anijet termike janë sjell nga kompania e madhe amerikane Accelerate Energy, por më pas rezultoi se firma që ka lidhur kontratën është një tjetër Accelerate e regjistruar në shtetin offshore Delaware, parajsë fiskale që mban sekret pronarët. Për më tepër, në ofertën e dorëzuar pranë Cash rezulton logo e firmës amerikane Accelerate Energy, por në brendësi, derisa certifikata e regjistrimit është e një kompanie tjetër, Accelerate Global Operations LLC, ndërsa personi që ka firmosur ofertën është Daniel Bustos, shefi i një tregtare i një tjetër Accelerate Limited Partnership. Të dyja këto kompani të regjistruara në parajsa fiskale. Por jo vetëm kaq, ndotja mjedisore që i shkaktohet zonës së mbrojtur në gjirin e Vlorës është kolosale, pasi tecet, kur punojnë me kapacitet të plot, djegin 500 ton mazut në ditë. Ajo që e vulos këtë histori si abuzim është një auditim që ka kryer kontrolli i lartë i shtetit për performancën e kontratës, nga ku rezulton se kosto për energjinë prodhuar nga anijet me TES është më e lartë se energjia që mund të blihej në treg të lirë. Çmimi mesatar i energjisë elektrike në bursën hungareze Hupex për vitin 2025 është €110 për megawatt-orë, ndërsa sipas llogarive që ka bërë KLSH, nëse e njëjta sasi do të prodhohej nga termocentralet lëndruese, kosto e prodhimit të energjisë do të dilte €268 për megawatt-orë. Tani le të shohim pak bilancin e prodhimit të energjisë dhe parave që këto anije kanë marrë sipas asaj që vetë institucionet rregullatore raportojnë. Të dhënat e endit rregullator të energjisë për vitin 2024 dhe 2025 tregojnë se asetet termike gjeneruese të vendosura në portin e Vlorës kanë prodhuar 22.639 megawatt-orë energji në vitin 2024 dhe 77.087 megawatt në vitin 2025. Pra në total 99.726.000 kilowatt-orë energji. Nëse do të llogaritnim mesataren ditore të konsumit për vitin 2024 dhe 2025, që është 20 milion kilowatt-orë në ditë, anijet i bie që të kenë punuar për të na mbajtur me energji plot 5 ditë. Po sa kemi paguar për energjinë e prodhuar nga këto asete termike që i morën me qira $45 milion për 2 vjet? Sipas asaj që raporton korporata elektroenergjetike, deri në fund të vitit të shkuar janë paguar si qira për kompaninë Accelerate Renko $33 milion, ndërsa për Renkon si operues dhe mirëmbajtës i tyre janë paguar $15 milion. Deri në fund të vitit që lan pas, kompania e ngritur për zbatimin e kontratës me Cash për anijet Accelerate dhe Renko ka marrë 75% të pagesës, ndërsa Renko 67% të pagesës së zotuar në kontratë. Ndërsa tani, le të shohim se sa janë paguar për qiran, operimin dhe lëndën ndjekse për prodhimin e këtyre 100.000 megawattove të arta. Vetë Accelerate dhe Renko kanë marrë $48 milion që konvertuar në euro janë €21.2 milion dhe €15 milion janë shpenzuar për lëndën ndjekse që është blerë për të vënë në punë anijet. Në total €56.2 milion për 99.726 megawatt-orë. Çmimi për 1 megawatt del €563, pra 2 herë më i lartë edhe se ai që ka llogaritur kontrolli i lartë i shtetit. Pa llogaritur këtu kostot të tjera që janë paguar për vënien në punë të anijeve që prodhojnë energji, €1.7 milion për sigurimin e tyre, €460.000 për zhdoganimin, €1.7 milion për vajin lubrifikues dhe €7.2 milion për qiran e depozitimit të lëndës djegëse. Në këtë rast do të na rezultonte €67.26 milion të paguara për të prodhuar rreth 100.000 megawatt-orë energji ose €675 për 1 megawatt-orë. Kosto, të cilat sot me çmimet e lëndëve djegëse në bursa që janë rritur për shkak të konfliktit mes SBA-s dhe Iranit, do të dilnin dhe më të larta. Vetë Cash thotë se ka prodhuar energji nga anijet për optimizimin e portofolit të energjisë, duke shitur në periudha kur çmimi ka
ka qenë i lartë në oraret e pikut dhe ka përdorur energjinë e importit në periudhat kur çmimi ka qenë i ulët, por nëse shohim energjinë e shitur që kanë prodhuar dy anijet, sipas të dhënave të bursës së energjisë, në total janë shitur 1211 megawatt-orë energji dhe janë argëtuar 135.000 euro, një çmim mesatar për 111.3 megawatt-orë. Pra, është prodhuar energji nga anijet me kosto 675 euro për megawatt-orë dhe është shitur me 111.3 euro. Shkurt, nga anija termike kemi shpenzuar 6 herë më shumë për ta prodhuar energjinë sesa çmimi që e kemi shitur. Një model biznesi që nuk ekziston askund në botë përveç se në Shqipëri dhe që administrohet nga një prej kompanive më të rëndësishme publike. Është një mrekulli të luash me vegla të padukshme. Tani, Imagjinata është gjithçka në jetë. ajo është. Historia që do vi tani është ajo e një gruaje me një jetë jashtëzakonisht të vështirë. Në këtë Shqipërinë tonë ka shumë gra që nuk e kanë jetën të lehtë, por ky është një rast jo si gjithë të tjerët. E vërtet, ajo ka kaluar shumë gjëra në jetë, ka provuar burgun, ka dorëzuar fëmijën e saj në jetimore, kur vetë ishte pothuajse fëmijë, por ka patur forcën të ringrihet edhe të nisë jetën nga e para dhe kërkon të rimarrë fëmijën i cili është në jetimore. Por ka një pengesë të pakapërcyeshme që është burokracia e shtetit, e cila sheh letrat, por nuk sheh asnjëherë zemrën. Pas javësh të tëra në xhunglën e call centerave, Piranja jon Luela Gaxha rikthehet këtë javë me një histori njerëzore dhe një apel për ndihmë. E dashur mami, ti e shtrenjta ime, unë të dua shumë fare sa që unë qaj çdo ditë për ty. Oma, hajde sa më shpejt se unë do iki nga këtu. Unë nuk mundem do të më të ri këtu, se aj shumë më mungon çdo ditë. Të dua, me dashuri të madhe nga Kjo është një copës e letrës së një 13 vjeçare drejtuar nënës së saj, një fragment prekës i historisë së dimshme që nis shumë më herët. Në një moment, kur vetë nëna ishte ende një fëmijë dhe as pak e gatshme për barën që jeta i vuri mbi supe. Isha 15 vjeçë që solla njet një vajzë, më mbajton prindrit për arsye nga që isha minorine dhe mas një muajsh ato ma qenë të shtëpia fëmis. Një vendim i dhimbshëm, por ndoshta i domosdoshëm, i marrë nga gjyshërit, të cilët ishin në pamundësi ekonomike për t'i dhënë foshnjës një të ardhme të sigurt dhe dinjitoze. Fëmijën e kam dorëzuar unë dhe im shoq. Ku e keni dorëzuar? Në Durrës, në shtëpinë e foshnjës. Dhe ta pranuan direkt? Po, ma pranuan sepse nuk ishte dhe e mirë gjendja ekonomike. Edhe nuk desha që të përjetonte një gjë më të keqe, desha që ajo të përjetonte një gjë më të bukur, të shikonte jetë më të mirë. Ti gjëse periudhë ke qenë ende e mitur apo jo? Po. Ti e takoje vajzën? E takoja Ke takuar në Durrës apo vje gjithmonë në Tiranë? dhe në Durrës dhe në Tiranë. E kisha për detyrim që të shkoja për çdo javë. Kam tentuar që ta merrja vajzën, mas 3-4 muajsh dhe nuk ma kanë dhënë. Më kanë thënë që ti je pa shtëpi. Ky qëndrimi të voglës në jetimore mendoi të ishte i përkohshëm, por në një moshë kur vendimet për të i merrnin të tjerët, Ina përfshihet në një rrjet prostitucioni, pjesë të cilit bëhet për 3 vite me radhë. Pas 3 vitesh unë bim burg për shfrytëzim prostitucioni, ma akuzon nusja vllai, bi me gjithë vllajin burg, na akuzon thot ko për shfrytëzim prostitucioni. Letrat tonë që ajo t'akuzon që ti e ke nxjerr disa herë në rrugë të Durrësit, i ke gjetur klient, e ke shtyr drejt kësaj vepre penale, pra ushtrim prostitucioni. Nuk janë të vërteta fare. Sa vjeç ke qenë ti në atë kohë? 19 vjeçë. Na u dha dënimi, pa fakte pa asnjë gjë, bëm burg, edhe unë edhe vllai. Sa vite burg bër? Unë bëra 4 vjetë e 8 muaj. Është një kohë e konsiderueshme 4 vite 8 muaj që ti bën burg për këtë vepër penale kur thua që nuk e ke bërë. Nuk e kam bërë. Thjesht vetëm ka fol ajo nga që ishte minorene. Çfarë marrëdhënie keni pas ju të dyja? Unë me atë s'kam pas asnjë lloj marrëdhënie, se unë jetoja në Durrës, ajo jetonte me vllain në Sukth. Këtu duhet të sqarojmë disa gjëra. Në momentin e arrestimit,
Ina ishte 19 vjeçe, ndërsa kunata e saj për të cilën akuzohet se e shfrytëzonte ishte 15 vjeçe. Sipas dokumentave, vajza minorene detyrohej të prostituonte nga Ina, e cila madje ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj saj. Ja se çfarë deklaronte as së kohe njëra nga dëshmitaret e afërme e Inës. Ne kemi qenë aty afër dhe Ina është kthyer dhe i ka përtitur duke i thënë pse nuk del, çfarë pret, pse nuk e bër lek. I ka thënë që nuk dua të dal dhe Ina filloi të arrite duke e goditur me duar. Neve na ka ardhur keq për pasi po i dilte gjak. Ina gjatë gjithë kohës i kundërshton këto pretendime, por provat e akuzës duket se kanë qenë të mjaftueshme për gjykatën për të dënuar atë dhe vëllain e saj përkatësisht me 7 dhe 4 vite burg. Qëndrimi në burg ishte një moment tragjik që do ndryshonte tërësisht të ardhmen, si për Inën, ashtu edhe për vajzën e saj, të cilën do ta shikonte gjithnjë me radhë. Gjatë kohës që unë isha në burg, që vuja dënimin, vite vajza 2 herë në javë, në takim, kisha për drejtëria 1 orë e gjysmë me vajzën. Gjatë se kohë, e takonte dikush tjetër përveç teje, mami, vllai. Mami ka shku dhe vllai. Sa ishte në Durrës, domethënë neve kemi shkuar, kemi vizituar shumë kohë. Dhe në Tiranë tek Berallulli kemi takuar, kam shkuar rregullisht çdo javë, çdo 2 javë mund të kem shkuar mbesës. Pati një moment që ky institucion, në këtë rast shtëpia e fëmijës, të thoshte që ti nuk do ta takosh më vajzën tënde. Jo. Pra ta sillte. Ma sillshin. Derisa më kërkuan që të firmosja, po unë nuk e dija se çfarë ishte ajo letra. Më thanë që vajza është në spital nga që ti je në burg, më tha, dhe duhet se s'bën firma jote që nuk je jashtë, po ndodhesh në burg. Dhe ti e lexove këtë letrën që ke dhënë një firmë? Jo, unë nuk di as lexoj as të shkruaj. Dhe çfarë ndodhi pastaj pasi morën këtë firmën nga ty? Të erdhi më vajza? Jo, nuk më erdhi më vajza. Dënimi shlyhet dhe Ina rifiton lirin, por në këtë pikë gjërat marrin një tjetër rrjedh, as pak të dëshiruar për nënën e re dhe të voglën e saj. Bura 48 muaj. Dola nga burgu, moment që shkoj te Zyberallulli, drejtoresha nuk del, më thot një punojës aty që ty nuk lejohet më ta takosh vajzën se tu ka heqë drejta. Nuk lejohet ta marrësh, nuk lejohet bësh asnjë gjë me vajzën, s'duhet ta stresosh më vajzën, s'duhet vish më këtu, se moment që vjen ti këtu vajza çka kërdohet, e ka mendjen vetëm te ty. Nëse vjen bezdis prap vajzën, unë neve do të thrasim policinë dhe do të merret policia me ty. Është vepruar në mënyrën e duhur. Pra, fëmia është i abandonuar, është i braktisur dhe shteti për të pasur interes më të lartë të fëmijës në këtë rast ka menduar që ky është vendimi i duhur, duke qenë se nëna nuk është paraqitur. Pra, nuk shikoj asnjë shkelje me aq njohuri juridike sa un kam. Ajo ka lindur në një moshë ku ka qenë ende fëmijë. Pra, një vajzë nën në moshën 15 vjeçare të bëhesh nën nuk është e lehtë, aq më tepër në kushtet e vështira që ka qenë ato kohë. E rritur me skutave të errta të jetës, me një adoleshencë të kaluar pas hekurave të burgut, e mbi të gjitha, me një foshnjë për të cilën i hiqet e drejta për të qenë nën, një rol që ajo nuk e kreu asnjëherë, pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 13 vite, gabime të njëpasnjëshme, të cilat edhe ajo vetë i pranon sot. Por koha na mëson se si duhet të ndryshojmë. E këtu, ndoshta shembulli më i mirë është kjo vajzë, tashmë me një jetë krejt të ndryshme nga i kalvar që ka kaluar. Kam ndërtuar jetën time, jam martuar, jetoj me bashkëshortin në shtëpi me qira në Durrës, jemi në punë të dy, unë punoj sanitare, ndërsa burri ndihmës kuzhinier. Me të drejtën tani po shikoj për një punë që tjetë dhe me siguracion që nesër pas nesër mos nxjerrë probleme për vajzën që ta marr. Ja ka dal, pra është martuar, është në punë, po fëmia e do e kërkon, thotë dua mamin tim, dua ta takoj. Pra nëse edhe fëmia e do, edhe nëna e do, nuk mendoj që ka ndonjë arsye në botë që të ndaj lidhjen më të shenjtë që ekziston nën edhe fëmijë. Ndërkohë që jeta e kësaj nëne të re po ndryshonte për mirë me hapa galopant, një pjesë e saj kishte mbetur e ngrirë dhe ende e paplotësuar. Në pritje të një ribashkimi me vajzën për të cilën përkujdeseshin institucionet. Shkoje takoj gocën? Po, shkoja. Ta linin? Me raste, edhe maleshen dhe s'maleshen. Dhe pyeta, si po sillen këto mami shumë keq, më tha, të lutem vetëm më merr. Pastaj nuk fliste dot si erdhën ato kujdesa, edhe më tha, mami, të lutem mos fol gjë se bërtasin këta. Dhe pse vite vajza që më përshafonte, i bërtishin edhe ajo vajza u përgjigj që unë nuk ju pyes juve për mamin tim. Me vajzën do me thënë nga dera në derë u takonim. Nëna dua të vinë me ju, nëna nuk më lejojnë, nëna më trajtojnë shumë keq, ka qenë një gjendje shumë ekstreme me vajzën. I thoja
Mos e vrit menjen mami se mami do të marrë, do bëjt pa mundën që të marrë. Edhe vajza që normal e rritur, qa nuk më thante, mami me zë përpres të marrësh, nuk për shty do të më këtu, jam mërzit shumë, më ofendojnë. Por këtu, lidhja që sapo kishte nisur të forcoj, mes nënës dhe vajzës, merr një tjetër ndërprerje. 2021 mua më ndron jetë babai. E kalova shumë keq. Kalova isha në angë depresiv, kam një motrë në Francë, edhe më merë motra për të kurua ndë. Neta 9 muaj, kam neta atje, unë i vona ndjeni këto, i thash dhe mamit, ma shko atje, se unë jam në Francë dhe nuk mundem do të atakoj vajzën. Pra e vure në ndjeni shpinë e fëmijës? E vora në ndjeni edhe shkon të vlaj, shkon të mami, mas 9 muajsh vi këtu. Dhe çfarë thon kur vjen pas 9 muajsh? Jo ka hap gjykata, jo e kemi fitu gocën me gjykata, kemi nxjerr braktisje fëmijë, do ta bëjsojmë fëmijën. Në realitet, këtu jemi sërish përballë një gabimi të radhës, sepse në një situatë kaq delikate, ku në mes është një fëmijë, gjërat nuk mund t'i lihen rastësisë apo vullnetit të vëllait për të takuar mbesën. Prandaj institucionet marrin një vendim. E mora të prerë nga Aureli që më tha që ti mos e merr mundimin kot se vajza nuk e shikon më. Aureli është ndihmësi drejtoreshës. Ka thënë ti s'ke punë më me ne, i ke interesuar te gjykata. Këtu mendoj që çalimi më i madh ka qenë fakti që nëna nuk ka marrë pjesë në asnjë seancë. Në momentin që ti nuk merr pjesë në asnjë seancë, ti thua që unë kam braktisur, çështja nuk më intereson, kjo çështja nuk më intereson fëmia im. Kështu që drejtësia në këtë rast e ka marrë të mirë qenë faktin që nëna e ka braktisur. Institucionet i japin një deklaratë të tillë, mosprania e saj në gjykat është një konfirmim i tillë dhe fëmia duhet se s'bën që të adresohet në një vend të sigurt. Pra, rëndësi për shtetin është stabilizimi fizik dhe emocional i fëmijës kur një fëmijë është i braktisur nga të dy prindërit. Vendimi për heqjen e kujdestarisë së vajzës ka ardhur më datë 10 mars 2025, kur e mitura sapo kishte mbushur 12 vjeçe. Sipas dokumentave që disponojmë, institucionet kanë ndjekur një zinxhir tepër të saktë procedurash, shkresa të njëpasnjëshme, njoftime për zhvillim seancash gjyqësore, bashkëpunime SPZ në zonës, hyrje daljet në sistemin Teams. Por nga Ina asnjë gjurmë, edhe pse ajo pretendon të kundërtën. Asnjëherë nuk më ka ardhur kjo letra gjyqit. Kam 13 vite që e pres, dhe unë kam akoma të njëjtën adresë. Ju keni ndryshuar ndonjëherë adresë shtëpie këtë periudhë? Jo. Në shtëpinë tuaj kanë ardhur fletë thirrje nga gjykata? Asnjë lloj thirrje nuk më ka ardhur. Kuptoj, sepse kemi dokumentat nga gjykata që janë bërë disa fletë thirrje. Jo, nuk dhe thonë që nuk gjendet vendodhja e Malvinës. Nëse e Malvinës nuk gjendet, të paktën mund të gjendej ju? Aty kemi tentuar gjithë kohët që kemi ndjek. Dhe nuk na u ka paraqit asnjë lloj thirrje. Nga njëra anë dokumentat e institucioneve, nga ana tjetër mohimi i vazhdueshëm i nënës dhe gjyshes. Këtu disa dyshime i kemi. Sidoqoftë, pavarësisht vendimit të gjykatës, nëna e re vijon të bëjë përpjekjet e saj për të mbajtur të forta lidhjet me vajzën dhe për të mos humbur asnjëherë dashurinë e saj, me gjithë pengesat e vazhdueshme me të cilat përballet. Ti e ke takuar ndonjëherë drejtoreshën e këtij institucioni? Pse? Po se nuk më ka dalë asnjëherë, kam bërë çdo gjë që ta takoj, e kam kërkuar, nuk më ka dalë as edhe një herë. Drejtoresha me neve nuk është paraqitur asnjëherë. Gjithmonë që e kemi kërkuar nxirr te punojësit, jo nuk jam këtu, jo nuk jam atje, kemi marrë në telefon, nuk na është përgjigjur. Gjithkohës punojësit na kanë thënë që nuk lejojeni. Pse s'lejojeni? Po sepse ja kishin hequr të drejtatësinë vajzës dhe nuk na lejojnë. Gjithmonë që e kam kërku, bëhet fjalë për mamën, ajo kur nuk më ka dalë mua. Pavarësisht se të bazuara në ligj, këto refuzime e kanë një qëllim, ftojen e vajzës nga nëna dhe krijimin gradual të një distance që do të çojë deri në refuzim të takimeve. Fundja, ligji nuk ka se si të njohë afeksionin dhe lidhjen e ngushtë që ka një nënë me vajzën e saj. Dashuria e parë është dashuria me nënën biologjike dhe përderisa nëna e dëshiron, dhe përderisa nëna ka mundësinë të kontaktojë me fëmijën, të kujdeset për fëmijën dhe t'i japi dashurinë dhe mbështetjen që ka nevojë, sidomos në këtë moment delikat që është adoleshenca, atëherë ku qëndron problemi që nuk mund të japi dot shtet. Asnjë familje e dytë nuk mund ta zëvendësojë këtë. Gjithmonë duke pasur një vlerësim shumë të saktë psikologjik mbi mënyrën e jetesës, mbi vendin ku banon, mbi personat që ajo kontakton, mbi punën që ka. Nëse ky fëmijë kthehet, të jetë ky një vend i sigurt, a është ky një vend ideal, është një stre e duhur? Pasi bëna një bisedë me vajzën, më tha vajza që mami mu më kanë gjetë këto një familje tjetër, po përgjigjja ime që ka qenë, i kam thënë që unë s'kam nevojë për mamë, unë kam mamin tim.
Edhe mami më vjen, më shikon, më interesohet për mua. Që kështu ma kanë nxjerrë mbirësin pa djenin time. Elma është gjallë dhe unë si gjyshe që unë e kam ndërzuar jam akoma gjallë dhe nuk ka si mund të dali kjo pjesë e birësimit, sepse neve jemi të gatshëm që atë fëmijë ta marrim dhe jo të na birësohet. Kur ne kushtet i kemi financiare, kemi dhe një banesë dhe nuk ka sepse ai fëmijë të birësohet. Çfarë mund t'i ofrojë një kujdestari e re, një familje e re, në momentin që nëna ka ardhur të shparaqitur sërish, mendoj që t'i jepet një shans të dytë nënës të bëj rolin e prindit, duke qenë se tash është më rritur, më e pjekur, me mundësi ekonomike për të kujdesur për vajzën dhe vajzës t'i japi një mundësi për të takuar me dashurinë e parë që është nëna. Vërtet kam qenë e vogël kur e kam sjellë një dhe kam bërë shumë gabime dhe mendoj që është momenti që të përkushtojmë shumë për vajzën time dhe të bëjmë të sopa deri në fund për vajzën time. Njerëzit mund të bëjnë gabime, por momentin që ka ardhur tash me punën që bën, ajo ka qef që ajo të bashkohet me fëmijën e vet. Në shtator po bën 14 vjeçë dhe ne duam të bëjmë çdo lloj hapi që ne atë fëmijë ta fitojmë kujdestarinë e fëmijës. O jeta ime, hajde! Hajde shpejt! O vdik që unë zot! Kampionati Evropian i peshngritjes në Batumi të Gjergjisë na la pas një shije sa të ëmbël pa aq të hidhur. Nga njëra anë Briken Çalja u shpall kampion e Europe në shtytje, si dhe nën kampion në dy garësh. Por nga ana tjetër, mundi dhe djersa Erkan Qerimajt u shbën nga një vendim i padrejtë i jurisë. Ajo që bëri përshtypje ishte reagimi i delegacionit shqiptar ndaj kësaj padrejtësie, ose më mirë të themi mos reagimi. Peshngritja është sporti thuajse i vetëm që sjell medalje i Shqipërisë dhe fal apatisë të grupit shoqërues të federatës. Në këtë kampionat, një medalje më pak për Shqipërinë, që ne nuk jemi as Kina, as Amerika, as Gjermania, që janë velur nga medaljet. Ne një Erkan Qerimaj kemi dhe duhet i ruajmë çdo peshngritës si sytë e ballit. Ne jemi përpjekur të hedhim dritë mbi atë që thuajse duket si një sabotim i Erkandit në kampionatin e Gjergjisë. E ndjekim nga Frar Dërista. Ky është momenti kur kampioni dhe rekordmeni shqiptar Erkan Qerimaj, i cili garoi në kategorinë 79 kg në kampionatin evropian të peshngritjes, zhvilluar më datë 22 prill 2026 në Gjergji, realizon me sukses provën e shtytjes 184 kg. Në përfundim shihen qartë 3 kartonat e bardhë të gjyqtarisë, të cilët tregojnë se gjithçka ishte korrekte. Isha pretendent për medalje, realizova provat në shkëputje 152, tentova rekord evropian 157 dhe në shtytje me 184 kg isha në zonën e medaljes, me një diferencë të vogël me 1 kg ose 2 kg me vendin e parë dhe dytë. Në momentin që realizova provën, 184 kg, gjyqtaria dha 3 bardha. Pastaj juria vendosi ta anulloj provën, na prishi garen, na çorientoi komplet, nuk po merrshim vesh se si ta vazhdoshim garen. Por çfarë ndodhi gjatë asaj prove, që juria anulloi dhe vendimin e 3 gjyqtarëve? Një argument që për mua atë lëvizje e bën 90% ose 100% të sportistëve që një lëkundje në momentin që shtanga është në gjoks, po ti shikosh ka shumë raste që lëkundja është edhe më e madhe dhe ato e kalojnë. Një rast i ngjashëm është po në këtë kampionat evropian, rasti i sportistes ukrainase Irina Dombrovska, e cila garonte në kategorinë 77 kg për femra. Në këtë video duket qartë lëkundja e shtangës gjatë momentit që është në gjoks. Po ashtu edhe rasti i sportistit Azerbajxhanit Ravin Almamadov, i cili ngriti 189 kg, duke vendosur në kategorinë 79 kg rekord europian për moshat e vogla. Një vlerësim me 2 standarde, që kësaj radhe ka penalizuar padrejtësisht peshngritësin shqiptar. Duhet thënë që anulimi i provës së peshngritësit Erkan Qerimaj ishte një dëm jo vetëm për Shqipërinë, por edhe një goditje e rëndë për vetë atë. Gjithë shkënjimi është që ti bën gjithë punën, gjithë vitin dhe momentin që edhe realizon provën, edhe ta jep gjyqtaria 3 bardha dhe pastaj ta heq juria. Mua si sportist më është mohuar mundësia e medaljes, më është mohuar mundësia e shpërblimit që shkon rreth 30 milion lekë të vjetra. Por ky nuk është vetëm një hall personal, sepse edhe Shqipërisë është mohuar mundësia një medaljes në një kampionat evropian
Europian, që nuk është gjë e vogël, aty konsiston gjithë historia e sportistëve dhe gjithë puna e sportit shqiptar për të marrë medaljen europiane dhe botërore në aktivitete të rëndësishme. Dhe shpesh herë ndodh që në momente decisive si këto, një vendim i tillë të demoralizon përbimësinë e garës. Kur ti realizon një provë, je edhe më pozitiv në provën tjetër, je edhe më energjik, por në momentin që ty të mohohet ajo mundi e djerza, dhe të orientohesh komplet, pastaj nuk ke as dëshirë me vazhdu më. Një vendim i tillë të demotivon pasi është pa drejtësi dhe ti ndihesh i zgënjur nga vendimi pasi punon gjithë kohën, i realizon me sakrifica, me mundime, sepse nuk është e lehtë, një sportist duhet sakrifikojë shumë për të arritur nivel europian dhe botëror, nuk është kollaj. Unë e kam pa si pa drejtësi që i bëhet një sportist i shqiptar në mes të Europës. Që me sa duket nuk është e para. E njëjta situatë më ka ndodhur në lojrat mesdhetare në Algjeri, por atje gjithçka mori një tjetër rrjedh. Sepse institucionet duke filluar nga federata bashkë me stafin e protestuan këtë vendim. Gjë që tregohet edhe nga këto pamje ku shihet teksa protestojnë të gjithë së bashku, që nga sportisti Erkan Qerimaj, trajneri e deri tek presidenti i federatës Eles Gjoza. Pas këtij kontestimi, vendimi u rishikua. Dhe medalja atje mu kthy dhe mora medaljen e argjendit. Ndërsa në rastin e fundit, çuditërisht kjo gjë nuk ndodhi. Dhe kjo mu më shqetësoi edhe më tepër, por fakti që përfaqësuesit e vendit tim, ata që drejtojnë federatën, nuk pat asnjë reagim. Nëse do kishte pasur reagim nga institucioni bashkë me trajnerët, unë mendoj që edhe mund të ishte kthyer. Kur ndodh një padrejtësi, edhe institucionet duhet të reagojnë sepse ne nuk shkojmë personalisht, përfaqësojmë shtetin, përfaqësojmë flamurin dhe mos ketë asnjë lloj reagimit, kjo është e turpshme. Po ku ishte presidenti i federatës në momentin e garës së shpallur të pavlefshme nga juria? Ishte prezent në Zemjë dhe në momentin që më ndodhi mua kjo padrejtësi nuk ka pas asnjë reagim. Protestoi unë, presidenti, proteston trajneri, i cili shoqëron sportistin, ka një karton të bardhë e paraqitur bën challenge. Se kishte Erkandi aty thatë tabela, tha. Ose ja punë sepse trajneri shikonte garën. Të lutem, specialist për shëndetin jam unë, nuk jeni ju. Ju jeni, dakor. Po më gënjyet tani. Kurse nuk protestoi unë, nuk protestoi unë. Po në 2022 pse ke protestuar kur ja kthyen Erkandit në Algjeri medaljen? Unë s'protestoj. Po e kam videon në Algjeri që ju jeni pjesë e protestës. Po lajthiten atko. Lajthiten atko. Do të ishte vërtet pozitive, sikur të kishim sa më shumë trajnere president që të lajthisnin në këtë mënyrë. Do na vinin medaljet njëra pas tjetrës. Ishte tjetër ajo garë dhe është tjetër kjo garë. Vetëm mos u nxesh s'ka gjë për të nxehur. Ti po të rridhesh, po. Unë nuk më nxehem. Unë kam tonin e tillë. Sikur ta lëmë më njanë këtë debatin e dridhjes dhe zërit lart, më mirë të mësojmë se pse ishte ndryshe ajo gare e Algjerisë dhe pse ndryshe kjo e Europianit në Gjorgji. Unë binda që sportisti jon aty nuk gaboi dhe ishte sepse medaljen aty e merrte një afrikan. Pra duke u bërë atje gara mund ta stimulonin. Dhe vërtet u revoltova. Mund të them që dola edhe nga vetja, po nëse u kthye nga ana im, po ata e menduan, e pan disa herë, ju mbush mendja që duhet ta jepnin rregull dhe dhan rregull. Këtë gjë ka shpresuar në Gjorgji edhe peshngrit si Erkan Qerimaj që ndoshta nëse kontestoi vendimi i juris, gjëra do të merrnin për mirë. E pse jo, rasti i Algjerisë do të përsëritej dhe do të kishim një medalje plus. Gjithçka hipotetike, le të kuptohemi. Nëse mendon ti tani se do të bësh emision, le të bësh interesant, po ngeli këtu për të bërë interesant. Flasim për një. Të lutem edhe një herë. Që mendon që është president një medalje. Po se mohon federata, as presidenti. Ai ju e shef për shkak të mos mbështetjes. Mendonte që po të kishte më shumë mbështetje, ndoshta juria do ta shpente vendimin. Po kush jam të diktoj jurin? Ata do gjën kampion olimpik. Dhe mua deri diku më mbyllet goja. Edhe për revoltën time. Kjo është e gjitha. Këtu zoti Gjoza flet për anulimin e provës që u bë nga juria kampionit olimpik Carlos Nassar me pretendimin se bëri po të njëjtin faull. Mirë po, ky justifikim ka brenda një kontradikt dhe një të pavërtet. Kontradita qëndronte fakti se presidenti i Federatës Shqiptare të Peshngritjes është aty për sportistët tanë, jo për të huajt, ndërsa e pavërteta është tek fakti se Carlos Nassar garoi pas Erkandit, jo para. Kështu që zoti Gjoza nuk e ka penguar kjo gjë që të kërkojë shpjegime për padrejtësinë në dëm të sportistit që mban mbi shpatulla flamurin shqiptar. Kur juria hodhi poshtë tre të bardha të gjyqtarëve, çfarë bët ju? Se më duhet të them, të shpjegoj ju dhe asnjëri. Unë këtu vi për publikun, jo për fjalë. Unë kam takuar sekretarin e përgjithshëm të Federatës Europiane Miran Melovic, kam shkuar kryeria pse i anallohet prova Shqipërisë. Shkove në moment. Absolutisht. Çfarë thanë ata? I dashur president ka bërë një faull e cila e parandalon dhënien e provës për çdo sportist jo për të. Prandaj nuk e dham. E keni konfirmuar me 8 firma. Unë jam i çmendur, edhe unë vetë korrigjoj vetë, edhe
nëse bën një gabim, edhe një gest jo të mirë sportiv, duhet të reflektoj. Edhe atë gjë në Algjeri duhet ta bëjmë. Nuk i lejohet një presidenti si punë ime apo një president tjetër të bëjë sjellje. Dhe unë kam bërë vetë ato kritik, u gëzova shumë që e mora medaljen, si medalje për Shqipërinë, por gjesti nuk është i mirë. Tani ne këtu këngulin, duke qenë se ne jemi Shqipëria, nuk jemi në një vend që i marrim medaljet çdo ditë, çdo javë. Erkandit ju hoq një medalje dhe ta mbaroj. Pa informuar mos e mbaro. Nuk e mbaroj. Ne kemi marrë vetëm vitin shkaloj 39 medalje, nga këto janë mbi 30 ari. E me që pas kemi marrë 39, ç'na hyn në punë një më shumë. Por ka një problem, se në sport historia me medalje bëhet apo jo? Zotri, po ti më do se s'du medalje? Këtë nuk e vëmë në dyshim. Ne vëmë në dyshim angazhimin e zotit Gjoza, i cili, nga sa thot kampioni Qërimaj, nuk është as pak mbështetës ndaj sportistit tonë. Për Sako ka shumë raste që me kontestime të tilla prova është kaluar me vendimin jo vetëm të gjyqtarisë, por edhe të jurisë. Në lidhje me këtë episod që i hoqi Shqipërisë mundësinë e një medalje, kontaktuam edhe kreun e Komitetit Olimpik zotin Fidel Ylli, i cili në pamundësi për të zhvilluar një intervistë për shkak të angazhimeve profesionale na dërgoi një koment. Përshëndetje piranjat. Unë kam folur personalisht me Erkandin. Edhe videon asaj gare kam parë. Unë nuk jam peshngritës, por e njoh mirë peshngritjen, pasi kam gjithë jetën time që ndjek çdo aktivitet kombëtar dhe ndërkombëtar. Ajo provë e realizuar nga kampioni Erkand Qerimaj, për mua personalisht është provë e pastër, 100%. Dhe këtë gjë e ka konfirmuar edhe gjyqtaria garës me 3 aprovime. Se çfarë ka ndodhur më pas nga kryegjyqtari i garës dhe arsyeja pse kanë anuluar si faull, nuk di të them më shumë pasi nuk kam qenë aty. Një moment i tillë na ka ndodhur edhe një herë me Erkandin në lojrat mesdhetare të zhvilluara në vitin 2022 në Algjeri, dhe ne të gjithë u ngritëm nga vendi si staf duke protestuar. Dhe gjyqtaria e riktheu dhe aprovoi stilin në shkëputje të Erkandit dhe mori medaljen e argjentit. Nëse kjo nuk do të anulohej, ishte provë që Erkandi do të merrte medaljen evropiane. Është shumë e rëndë të hidhet poshtë djersa, mundi, sakrifica sportistit. Pa qëllim apo me e keqja me qëllim. Ne mund të flasim e të sensibilizojmë, por ajo medalje nuk i kthehet më Shqipërisë, e as mjeshtrit dhe kampionit ton të madh të peshngritjes, Erkand Qerimajt. E vërtet, medalja nuk kthehet më. Por siç thotë zoti Ylli, sensibilizimi apo mbështetja nga federata nuk duhet mungoj. Siç fatkeqësisht ka munguar në episodin e fundit, duke u justifikuar me rastin e sportistit bullgar i cili garoi pas Erkandit, apo me shprehje të tilla si lajthita Soko e kur protestova, tani kam bërë autokritik. Dhe si për paradoks, atë që nuk e bën përfaqësuesit e delegacionit shqiptar të peshngritjes e bën rivalët. Kam pas shumë reagime nga ekipi gjerman, nga ekipi italian, nga ekipi kroat, dhe kjo të paktën në një farë mënyrë të qetëson, pasi kur edhe tjerët e kuptojnë padrejtësinë, solidarizohen me ty, të paktën e kuptojnë që është vendimi i padrejtë. Ajo provë është 100% e realizuar dhe është një skandal kjo për europianin që të hiqet ajo medalje. Kjo ka qenë diskutimi i shteteve të huaja që fundja fundit ato nuk është se kanë në interes që të marrë Shqipëria ose unë medalje. E pas këtij episodi që nxjerr zbuluar indiferencën e drejtuesit më të lartë, hapet një kuti Pandore në sportin e peshngritjes, që na shtyn të besojmë se nuk kemi të bëjmë me një rast të izoluar. Sportisti duhet të ketë suportin e institucionit, duhet të ketë fizioterapist, duhet të ketë doktor. Nuk e kemi as në stërvitje, as në grumbullim, as në garë. Po si bën konsultat apo trajtimet? Shkojmë në mënyrë private, ne paguajmë nga xhepi, nuk na ofrohet, duhet na ofrohet. Si mund të shkojë një ekip kombëtar i peshngritjes, sportit që na dhuron më shumë medalje, të përfaqësojë Shqipërinë në një kampionat evropian ose botror, ose në një aktivitet tjetër madhor, pa këto kushte minimale? Çfarë bëja ministri të sporteve, da jap fond më shumë që ti marrin. Një fizioterapist i dashur, për një sportist merr 40000 lekë në ditë për një seancë. Për 10 sportistë 400000 lekë. Po dhe ai që do vi këtu, një ditë çfarë? Kemi ne këtu një sipër. Kush të vjen ty për një? Ata duan 6 seanca në muaj. Bëj llogarit, fondi jon duhet shkoj vetëm për fizioterapi. Në një kohë që ne nuk na del fondi për aktivitete. Të bësh një aktivitet do të thotë të kumbullosh ekipin për një muaj, ti presësh biletat, ti akreditosh atje. Që një aktivitet shkon 30-35.000 euro. Bëj 9 të tilla, 10 të tilla, i bën hesabet vet, kur ne kemi as 70% të grandi. E keni kërkuar këto fonde që mungojnë? Po ne kemi dalë vazhdimisht protesta, kemi bërë çmos. Aq fuqi ka shteti shqiptar, aq na jep. Ku shkojnë këto fonde? Se nuk ka transparencë. Edhe fondet që vijnë nga ministria dhe ato që vijnë nga bashkia, dhe të aktiviteteve kampionat evropian dhe kampionat botror, dhe të sponsorave. Çdo qindark që hyn në federat duhet kontrollohet. Kanë dashur të më ndalojnë në mënyra të ndryshme që unë të shpreh këto shqetësime, por nuk është arsyeshme që mos të shpreh, pasi jam një ndër ato sportista që e kam ngretë zërin gjithmonë për problematikat e sportistave dhe ato ndryshime që janë bën, ka ardhur edhe nga kjo. Diçka që më ka bërë shumë përshtypje është fjalia e fundit që keni në sqarimin tuaj, zyrtar, ku thoni se do t'i trajtohemi organeve gjyqësore lidhur me sportistin në fjalë për deklarata të pavërteta. Presidenti neglizhoi reklamimin e provësime, nikos është e vërtet. Dhe s'ma akuzon dot për çdo gjë
për disinformim që merr opinionin publik, unë i drejtoj gjyqit, nuk merrem me sqarime private. Unë jam institucional. Po mos ndoshta kjo sjellje juaj ose marrëdhënie institucionale, piramid, ju ka dëmtuar pak që të keni një organizim më të mirë të brendshëm, një mirë kuptim me njëri tjetrin, të jeni më të bashkuar, më të afërt. Unë jam shumë bashkëpunues, po nuk mund të bëjmë 400 sopash, kur është Debrikeni këtu, kur është Derkandi këtu, kam transportista një kohë, s'bën 300 sopash, unë jam presidenti. Unë duhet të kem vendin tim, shkoj aty ku janë gjithë presidentat. Tani ne tek Trumpi nuk e çojmë dot zotin Gjoza. Maksimumi te peshngritja ka mbritur, me forcat e veta. Ndërkohë në muajin shtator 2026 zhvillojnë lojrat mesdhetare në Itali, peshngritët si Yner kanë qërima është në formën më të mirë të mundshme për të nxjerrë rezultate të kënaqshme, por a do të ndikojë rasti Gjergjis në gjendjen fizike dhe psikologjike të tij? Unë jam sportist që jam mësuar me shumë sfida dhe me shumë përballje në karrierën time sportive. Por gjithsesi edhe kjo është një sfidë me vete që në momentin kur të ndodh një padrejtësi, ta përpunosh me veten dhe të motivohesh, sepse moralisht është zhgënjim. Duhet forcë për të arritur aty te medaljet, tek ngritja flamurit. Media na treguan se si kryediplomati i Shqipërisë në një komunikim të brendshëm i quante shqiptarët e Maqedonisë së Veriut idiot. Dikush pyeti si do s'kishte reaguar po t'ishte gjallë Albert Xhaferi. Do kisha menduar që edhe unë jam idiot. Fjala idiot nuk ka lindur si hyrje. Në greqishtën e lashtë, idiotes ishte njeriu privat. Ai që nuk merrte pjesë në jetën publike të polisit. Njeriu që nuk ishte zë. Në këtë kuptim ne shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kemi qenë gjithnjë idiotes në sytë e Tiranës, jo sepse jemi të pamençur, por sepse kur nuk kemi trajtuar si qytetar aktiv të idesë shqiptare. Duke parë terminin e përdorur nga ministri, më shumë se fyerje është përbuzje. Dhe pyes, çfarë lloj shteti formon njerëz që mendojnë kështu për bashkëkombësit e vet? Çfarë lloj elite prodhon një diplomat karriere i cili në çastin e sinqeritetit të tij të vërtet, atëherë kur beson se nuk e sheh askush, zgjedh përbuzjen. Proceset historike fien lëvizje nga nevoja njerëzore për njohje, nevoja për të parë, për të pranuar si i barabartë. Ne shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kemi luftuar gjithë jetën për këtë njohje. Nga shteti Maqedonas, nga bashkësia slave, nga Europa, nga bota. Për ne, shteti shqiptar, duhet ishte pasqyra ku shikoheshim si të barabartë, dhe sapo mësuam se çfarë duket aty, në realitet. Diplomacia shqiptare ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut nuk ka qenë kurrë diplomatike. Ka qenë paternalizëm në rastin më të mirë, indiferencë në të zakonshme, dhe siç mësuam tani, përbuzje në thelbin e saj. Ne e dim këtë, e kemi ditur prej kohësh, thjesht nuk ishim dokumentit. Tani e kemi. Ne kemi ndërtuar pjesën tonë të kombit këtu, në Maqedoninë e Veriut, me gjak, sakrifica dhe me marrëveshje të horit, pa ndihmën atij grupit WhatsApp të ministrit. Javën e kaluar ndoqëm historinë e një nëne e cila e rriste e vetme fëmijën e saj nga Pogradeci dhe ishte zhvatur e shantazhuar nga bamirësi i rrjeteve sociale Fisnik Sylla. Shiko se ka ndryshuar shumë bamirësit kohët e fundit, nuk janë më si dikur. Për shembull, dikur ata e bënin bamirësinë dhe iknin, e linë me aq, e hidhin qelsin det. Ndërsa sot, lekët i jep tjetër kush, emrin e merr tjetër kush dhe nuk dihet se ç'a ndodh mbrapa. E vërtet është kjo, Flor, por ne nëpërmjet provave zanore dhe rrëfimit të personazhit të abuzuar, i kemi parë të gjitha dhe zbuluam përtej fasadës së filantropisë apo edhe luksit që përshfaqet nëpërmjet rrjeteve sociale. Ajo që ju treguam ishte thjesht maja e icebergut.
sepse ishte vetëm fillimi, kurse sot do të dëgjoni dëshmi të tjera që është pak të thua shqetësuese. Djegin piranin ton Jonida Mukja. Që të tokë ku jem sumi ti me vari edhe di Roma në qunë se plas që ai të marrë vesh, oj budallic. Oj këm më të mirë në shqiptari çuçi të xhelek. Ky regjistrim audio plot sharje dhe kërcënime i përket Fisnik Sylës, pseudobamirësit kosovar për të cilin denoncimet nuk kanë të ndalur. Unë do të ndihmoj ty duke qenë një njeri i mirë. Unë kam një sistem që funksionon kështu. Ndërsa ti dërgon 300 euro, dërgoj 3000 euro. Ja kam nisur. Me emrin e tij, Fisnik Syla. Lekt edhe lekt. Pikë çudice ke kështu të madhe, kupton ti? Kam 3 javë në depresion, ndërkohë që ai më akuzon që unë i lek mi pa bukë, ndërkohë që unë i kam lënë hatri ti pa bukë, se s'kam qenë e aftë. Dhe zonja, të përgjigjem për fëmijët e mi. Nuk mundeme. Dua të bjen që si nuk i dua as lekët me as gjë, do punoj, do i lati ku i kam marrë borxh, vetëm të gjej qetësinë që kam pasur, se më shkatrovi jetë. Mundeme të betoj, më kanë bërë fuqi të shtoj që nuk e meritoj këtë gjë, se nuk i kam rënë qaf njeriu kur në jetën time. 30 vjeçaria nga Korça, nën e 2 fëmijëve e cila mori guximin ta denonconte tek ne, është vetëm e para në një listë të gjatë viktimash të këtij individi, që me sa shihet nuk njeh asnjë limit në ligësinë e tij. Urrejta, nuk urrejta për budallik, urrejta për hall. Vera është një 35 vjeçare nga Miloti, e cila një lloj si shumë gra dhe vajzat të tjera janë gënjur me premtimin e thjeshtë. Dërgo 300 të jap 3000. Unë në TikTok i kam shkruar këtij Fisnik Sylës për ndihmë. Jo për ndihmë, nuk është se i kërkova asnjë gjë, thjesht i çava një hall timin se isha hall pa gjendje. Okej, ai më gjem, thot unë nuk kam çfarë bëj tjetër, thot çfarë ndihmë do primi, thash nuk kam çfarë me thon, thjesht kam shkruar një mesazh. Një kërkesë normale për ndihmë në një moment të vështirë të jetës. Për më tepër ndaj një personazhi që deklaroi gjithandej si bamirës. Kam gjitha me fakte këtu të bekov Zoti që ndihmon njerëz. Edhe më thot mua thot unë do të ndihmoj thot me 5000 euro. Po mirë, i tham unë faleminderit, po së pari thot ti të më dërgosh thot 300 euro. Thash unë po marr lekë të qeras, thash po ti që i bën muhabet me burrin, se ishim bashkë me burrin, se nuk kam bërë si gjë pa e ditë burri, e kuptoni, kena bërë 2 bashkë, se ishim me hall, kishim ashtu hallët e mia. Okej, shumë 300 euro. Ndryshe nga herët e tjera, Syla këtë herë fut në rol një shtetas të huaj për marrjen e kësaj shume të kërkuar. Shife motor, nga këtu kompani do t'i merr lekteria, Monigram edhe Western Union. Më ka dhënë një ditë skijames, Bruxelles, Belgjik. Kam ta 7 vite me kredi. Jam një familje ndershme, unë na kena jetu me forcat tona bashkë me burrin tim. Shuma e parë nuk mjafton. Ndaj bamirësi bëj një kërkesë të dytë e cila refuzohet nga gruaja. Por këtu rishojnë Fisnikun e vërtet. Thot mu, osho dhe 300 tjera, thot ose dhe të marrë ftyrën nga rrjetet sociale. Ka marrë fotot ke Facebook i burrit, se unë s'kam Facebook fare. Nuk e di se si ka gjetë dhe tash kërcënon. Ka hapë adresa me këtë familje në TikTok. Po më bëni presion mas presioni, më ka bojëm të shme. Gruaja dhe familjarët e saj përballen me një të papritur që as nuk e imagjinonin. Pas një kërkese për ndihmë në një situatë shantazhi nga një person publik. Më jam me djalë të vogël, jam batën pa fëmijë i vogël të gjaj, jam tek pa plasë. Ajo adresa është i pandjek me fare, ka hapa i vetë. Nuk është se ka që keni faqe me bon virale, që mund të shkojim shumë vete. Po djali mami, zemra është të më fato përzitje. Kanë zirë vetëm mesazhin tim, si kam kërku ndim, kanë zirë me gjithë fëmijë, me gjithë borë. U të është të më shofin këtë njerëzit, s'kam shtyrë me dalë kun ma. Por denigrimi në rrjetet sociale është frika më e vogël e kësaj gruaje të terrorizuar. Kam frikë se po më bën gjama, po vjen vreta. Ja kam bo vetës, ja kam bo vetës. Unë kam frikë me dalë këtë dera pallatit tash. Kam frikë. Po kam bo gabim, janë fajet e mija, mëra, se s'dohet me ju drejtu asnjaj për një. Ma buka ty që atë keshë dhe kërkim ndihme absolutisht asnjë gjë tjetër s'ka time. Pas këtyre ngashërimave, lutjeve e përgjërimeve të 35 vjeçares, çdo person normal do të kishte reflektuar dhe do të kishte bërë një hap pas. Por jo Fisnik Syla, i cili nuk e ka as pak ndërmend të ndalet me kërkesat e tij. Me të famshme skem të bllokimit të llogarisë, kriptovalutat, 1 milion euro dhe budallallëqe të tjera të ngjashme. Na nxjerr probleme me sistemin. Ti e shet vetëm për 300 euro. Qa njeriu jeti kështu? O njeri, duhet vinë lekët nga Greqia,
jo nga emri i burrit, por emri jot ose i dikujt tjetër, dhe në atë emër të burrit ti merr 2500 euro dhe tëndin 2500 euro. Duke parë që gjërat vetëm sa përkeqësoheshin, Burri i shkrujti me numër grek, se ta mos i shkruaj se ka dhe numër shqiptar, burri po tha mos i shkruaj mos ta ketë numër shqiptar fare, ki ka po presion edhe atije. Se dita mu më fike gruta, se dita që të ka quti me i shkrujt dhe mu më fike, unë jam bo me u hell. në kushtet kur kishte humbur kursimet e fundit të familjes së saj dhe e ndodhur përpara një terrori psikologjik, 35 vjeçarja vendos t'i bëj Sylës një propozim. po ti nuk ke 300 euro me i fut në emrin tim dhe ç'bllokohesh? I merr lekët të tua dhe të mijat bashk? Duhet 300 euro të hyjë në emër të Nick Jensës. O, nuk i du ma. A i don apo nuk i don, nuk ka lidhje. Janë në sistem emra dhe lekët. Duhet mi i dërgu, jo në atë emër 300 euro. Shko nisi lekët dhe kryet kjo punë, me të mirë o njeri. Niso me njëherë se vetëm kesh po i bo vetës. Pas kësaj bisede në të cilën gruaja kërkon vetëm të lihet e qetë, vjen ajo që i druhej më shumë. Fisniku i shkruan familjarëve të saj. M'rregull, mos i dërgoni. Aty do rrin fotot e juja derisa të dërgoni lekët. Do hape 100 TikToka deri sonte dhe gjitha portale dhe gjithë familjarëve dhe miqtë tuaj do ju shkojnë mashtrimet e juja. Më mirë shko dërgoj lekët se nuk shpëton do ndryshe, se ke bloku sistemin e RIA me miliona euro që bëjnë transaksione. Nëse shet ftyrën për 300 euro, atëherë të shkon ftyra, se çdo kesh ftyrë as me bo rrugë të dalësh ma as ti as burri. S'kam bë asnjë gjë për torp me tar ty. Shifi klikimet, 1560 e para, 4487 e dyta, 168 e treta, 509 e katërta. Deri në dark ban miliona klikime, edhe portalet, edhe familjar, ti s'po kupton me të mirë. Ky pra është bamirësi Fisnik Syla, një burracak që shantazhon gratë hallexhie të cilat mezi shtyn muajin. Ke bloku sistemin e RIA tan ditën. Ne bëjmë transaksione çdo ditë dhe më dërgoj lekët për të zhbllokuar dhe të marrësh lekët e tua. Vetëm vazhdo mbaj lekët e bllokuara. S'do të keni ftyra deri tek dera me dal. Pashakishën e shnanojt. 15 minuta koke. Lekët nesër në RIA. Si ju shkoj ftyrat të dyve. Lekët o vajz, se ke bloku sistemin. Lekët në mëngjes. Letrën e RIA-s ma dërgo. Në këto kushte për gruan, paratë e zhvatura nuk janë më në diskutim. Ta di ka të vetëm të më shije gjonat vletë sociale, mërse jam me familje, më nërë ftyrën në këtë vendin. Nuk i du lekët, në arsi gjo nuk du vetëm do të mbyllët, tu vetëm mos jenë fotot mija. A mos ndoshta po i biem në qaf këtij individi që terrorizon gratë dhe vajzat e botës? Sepse ndoshta është vetë ai që ka nevojë për ndihmë. Ndoshta duhet që t'i nënshtrohet një vlerësimi psikologjik. E për t'ja thënë këtë që mendojmë, ne e kontaktuam, por duke e ditur se në çfarë vepra është përfshirë, Fisniku nuk përgjigjet. Kështu, zgjedhim t'i lëm një mesazh ftues për në emision. E për ta pritur siç i kishte hije Mr. Sylës, udhëtuam drejt kufirit të Nomorin, ku mësuam se Të ka gënjur sepse që për vitin 2021 nuk ka shkelur as në Shqipëri dhe as në Kosovë. Dhe kjo ndodh për një shkak që mund të merret lehtë me mend. Mashtrimet e Fisnik Sylës kanë lënë gjurmë gjithandej, duke i detyruar viktimat që ta denoncojnë në polici. Dhe për këtë, ai është i informuar. Ndaj edhe ruhet që të mos shkel më në trojet shqiptare. Sidoqoftë, Fisniku si fisnik që është, reagoi. Përsëri duke mashtruar. Një mesazh për portale dhe televizionet e nderuara. Këto ditë kanë qarkulluar disa lajme në lidhje me emrin tim. Është për të ardhur keq se si disa gazetarë bien prej mashtrimeve nga persona që nuk dalin as me fytyrë dhe as me zërin e tyre. Një njeri që nuk ka asgjë për të fshehur, del hapur dhe flet jo pas profileve të mbyllura. Këta janë viktimizues. Nëse shikon rrjetet sociale si Instagram, Facebook, Snapchat, do të gjeni mbi 200 profile në emrin tim. Të gjitha këto janë profile false, të hapura nga persona të ndryshëm që duan të përfitojnë në emrin tim. Në ditët e sotme ekziston dhe inteligjenca artificiale që mund të manipulojë zërin dhe fotografit duke krijuar përmbajtje të rreme. Me që është kështu, ndoshta është më mirë të vinë në Shqipëri apo Kosovë dhe të përballet me viktimat e mashtrimeve, me të cilat shpeshherë ka komunikuar me video call nga numri i tij personal dhe nga adresa e tij e shtëpisë. Unë të thash, degeneroj dhe krejt portalen shqiptari. Ju lutem të gjithë portaleve dhe individ, mos bini prej mashtrimeve në emrin tim. Nuk kam nevojë të lavdërohem. Të gjitha bizneset e mia janë të dokumentuara në shtetin belt, ashtu si dhe aktivitetet e mia bamirëse. Jetojmë në një shtet sovran dhe demokratik, por kjo nuk justifikon shpifjet apo veprimet të nxituara nga xhelozia. Kjo është hera e fundit që merrem me këto çështje. Çdo shpifje apo abuzim i mëtejshëm do të ndiqet ligjërisht. I juaj, Fisnik Syla. Ligjërisht është pikërisht ajo që duam edhe ne. Mezi po të presim.
Nuk e di! Ishte aq këngë e bukur Sa që unë së ndosha kamerën fare. sa më doli dhe jaka nga rruga e Zotit. Tema e Labarit që ndoshim javës së shkoj dojna ishte tema më e përfolur nga të gjitha rrjetet sociale, ha? Dhe ne kemi përzgjedhur një buqet, si thon buqetës frëngjisht? Një buqet, une bouquet. Une bouquet d'une message de la rrjet social. Hapni syt mirë se mund të gjeni kolegun e punës që shkruan aty dhe s'do e shihni më me të njëjtin sy. Po, le ti shohim pak me radhë. Fillojmë me mesazhin e parë. Është Vilson Feçi. Çmim okazion thot, paguaj sot edhe me këste për 10 vite je me çadrën tënde personale. 10 vite. 10 vite je shumë optimist. Të ka problem. Nis nga 50 vite. Po, ka problem që ti e hap çadrën aty ke shtëpia. Tu zhyt, mbyllet dhe çadra pastaj. Edhe se hap. Kalojmë ke mesazhi tjetër. Mara Fation, po, mos ki merak, se 7 vite më parë nuk ishte tërmet, por u testua bombë bërthamore në fundin e detit. Pa. Jo, Ilir Meta ishte në djenit e kësaj dhe shantazhoi me një skenim, por Amerika i dha ultimatum, ose në burg, ose në varr. Zgjidhe Meri thanë dhe ai pranoi burgun, por nuk ishte kurrë tërmet, por një testim i bombës bërthamore nga Amerika. Flori. Nga vjen këmë? Nga çpyll dhe keni sjellë këmë? Nga ata që leti. Diçka di ky. Ky diçka di. Kështu është kur filloni sheh dokumentarët 50 vjeç. Flet kot. Po mirë, nuk i doli Amerikës Amerika që ka qenë vitet 40, 50, 60, 70, 80 që i testoj që ja ka marrë vesh? Po e lanë me provu në Durrës? Jo, të gjithë duan Shqipërinë. Të gjithë me Shqipërinë e kanë, të lutem Flor, tani këtë e di dhe unë. Imagjino ti mësues. Nëse duhet të themi që jemi popull shumë kreativ dhe kjo është e rëndësishme. Nuk na mungon kur krijimtaria. Shkojmë tek një tjetër mesazh i.n. Bisposh 008. Ha. Si ju vjen zor, i dini njerëzit ende të paditur. Nën kontraktor me AI ose AI. Si ju dele keqa me atë projektin, e shumë transparent ju. Pse se nxirrni emrin e kompanisë në kontraktore dhe dëshmitarit tuaj humanoid? Tani ta sqarojmë këtë gjë se mund të ketë njerëz që realisht ndoshta janë të paqartë. Dëshmia është gjithmonë e vërtetë, por shumë njerëz nuk duan të dalin për shembull me imazhin e tyre, me fytyrë për të denoncuar përpara kamerave, por japin vetëm zërin. Dhe ne për çështje transmetimi televiziv i bashkangjisim një Krijes me AI. Po me që ky pas ka kaq problem. Po ti shive ti s'ke vojë emrin tash aty. Në vis poshtë 0008. Vere emrin tati aty, siç dalim dhe ne me emër, me mbiemër, me fytyrën tonë dhe gazetarët tona dhe stafi jon. Pastaj hajde na kërko llogarineve. Okej? Ciao. Mesazh tjetër. Shumë pëlqeu. Sot se ç'pas ke një gjë sot. Ja pa ngrënë, prandaj. Antonio, 1920. A e shef që jam pa ngrënë? Është stil venecian, po ku merrni vesh? Kjo ishte shumë e bukur, po. Edhe Venecia, po mund të jetë një ide. Hap derën ti për shembull direkt merr varkën. Sepse Venecia nga që është u zhyt, e futën në UNESCO. Tash që po zhytet e Durrës Marina, e fusim në UNESCO. E kupton ti? Jo çdo keqe ka i të keqe. Merr barkën për shku te Volga, ku ka më bukur. Ua! Shkosh blesh buk me vark. Shumë romantike. Tjetër e ble me skaf. Vjen dallga dhe të hedh dhe ty dhe bukën edhe varkën. Duhet pak adrenalinë, është e rëndësishme në jetë. Kalim tek një tjetër mesazh. Jo, kaq ishin, kaq. Po si ala dojlës shumë? Jo, nuk më ngel hatri, s'ka problem. Gjithë kjo çup këtu. Nuk dua më, s'ka problem. O Flor, nuk e dia e ka vënë re ti, po ne po ekspozojmë çdo javë lista të plota turistike këtu te Piranjat. Për shembull, 5 destinacionet më me plera që nuk duhen vizituar. Ose për shembull, 7 call centerat për tu evituar nga pensionistët evropian. Top 500 e fasonerive ku gratë këtë muaj nuk kanë marrë rroga.
por këtë javë, Flor, kemi një listë tjetër. 9 destinacionet më konfliktuale gjatë udhëtimit tuaj në Shqipëri për t'u evituar absolutisht edhe këto dhe ky destinacion i radhës është një margaritar i fshehur nga turistët në pritje për t'u zbuluar, është një fshat i vogël në Dibër, i cili quhet Majtar. Majtar. Po, është Majtas. Përballë ka djathtar. Po e djathtas. Ky është kat Majtar. Është kur zbret poshtë, pastaj ka një poshtar. Pastaj kur ngjitesh lart në kodër është një sipërtar. Flor, është një fshat i vogël, duhet thënë, por është një fshat që ka sherre të mëdha. Ka sherr ka jetë. Moll sherri është bërë një rrugë. Sepse njëra palë të shpjegoj thotë që është rrugë e shtetit, kurse pala tjetër thotë, po ç'është shteti, më është rrugë e imja. Unë se kuptoj pse e bën këtë pyetje. Në këtë moment. Është më se i qartë. Pala tjetër thotë, është rrugë e shtetit, po shteti jam unë. Kaq. Nuk më kishe shkuar mendja asha. Gjithsesi situata është e nder, me kërcënime, me kallëzime, me përplasje fizike, ndaj ne kemi dërguar atë që zbut gjakrat. E Don Kuqi u ftoi në Majtar për të zbutur Uqërit. Gjakrat pra gjakrat. Pse se çim në Hormuz në këtë? Prap me Hormuzin ti. Fajtojmë. Dhunë, kacafytje dhe shkopin ndaj njëri tjetrit. Nuk janë as policë që përplasen me protestuesit e opozitës dhe as tifoz ultras, por kushërin. Në Majtar të Dibrës, aty ku një cop tokë, që për disa është rrugë kalimi dhe për të tjerë pronë private, është bërë burim konflikti dhe kanë ndesur gjakrat mes kushërinve, që duket janë të gatshëm për çdo gjë, vetëm të mos pranojnë kushtet e njëri tjetrit. Dhe si ndodh shpesh, njëra palë merr guximin të denoncojë. Për fat keq jemi dhe kushëri dhe të afërt dhe nuk na lejon të lëvizim për shërbimet e shtëpisë ose të pronave matanë. Normalisht duhet lëvizim të lirë, siç edhe me qene ati ose me qene imja, një rrugë nuk do na kushtonte kush e di se çfarë. Nëse zotëria pretendon që ka me certifikat pronësie pjesën e rrugës që flasim, ka një gjykat që do merr vendim, po derisa të vendos gjykata, unë mendoj që rruga do të ketë akses të shërbej pronave dhe shtëpiave. Ja ku është rruga për të shkuar tek pronat, po i shmangemi konfliktit se nuk përfiton askush nga konflikti. Një rrugë me numër pasurie si mund ta bëj ai pronë vetën ose ne pronë tonën kur është e shtetit. Ju s'keni rrugë tjetër për të shkuar te tokë? Jo, ka ajo tokë, jo. Zotëria edhe këtu e ka pas bogarde, ka pas rrethu 3 vite gana psikologjike, na ka dëmtuar se kishim frikë me hy në banesa. Ne kërkojmë që rruga tjetër hapur. Ne duam bazë dokumentave, duam mënyrë shoqërore ka ardhur sekretari i bashkisë për marrëveshje ka ardhur. Mori palën tjetër për bisedime, nuk ran dakord pala tjetër. Unë rash dakord që 3 vjet asnjë gjë s'ka thënë bashkia. Jemi mundu të shmangemi, por ai ka qenë më agresiv edhe doshte me i bë pronë vetat këto. Dhuna jonë ka qenë kur ai ka hyrë territor në bor, ka bërë, s'kemi godit asnjëherë Arturin. Kallëzimet i ka bërë tremen, se t'ishte për të bërë dhunë, ne blokoshim dhe ne rrugën. Me sa shihet edhe pala tjetër ka pretendime për dhunë, akuzat janë të ndërsjellta, ndërkohë rruga vijon të mbahet e bllokuar. Në rast se futesh në territorin më ti futesh për provokim, edhe unë kam marrë çështje provokimi, kam tentuar shumë herë ta shtyj më ta nxjerr nga territori, mos e pranojnë territorin tim për arsye provokuese. Dhe në momentin që unë kam shtyr, domethënë është afruar dhe më ka goditur, ka ofenduar masivisht, ka kërcënuar, do të vras, do të heq kokën. Unë gjithmonë jam shmang të lloj konflikti, s'kam desh të agravoj deri në situata të tilla që të flasim me grushta apo. Dhe ju e keni goditur Arturin? Asnjëherë. Ose doni nga familjarët e tij? Asnjëherë. Vajzën, gruan, nënën? Jo fare. Vetëm e kemi shtyrë që të largojmë nga territori jon, por që ta godasim asnjëherë. Sot është edhe më e freskëta që un kam edhe shenja në buzë dhe kam shenja në trup që jam goditur nga bashkëshortja e Arturit me degat rushi, që un kam tentuar të futem në rrugë të shtetit, të kaloj në pronën time. Ajo bashkëshortja e Arturit më ka zënë rrugën dhe ka goditur me grushta, me shkopinj. Un kam edhe kushëririn tim që është minoren,
ku kam edhe video që bashkëshortja e Arturit i ka vendosur dorë në fytyrë e ka kërcënu. Shihet qartë që në këtë betejë për rrugën nuk janë kursyer as gratë as fëmijët. Gjithçka e dokumentuar. Po ju avgalan truni ashi? Ndërkohë që kërcënimet për vrasje duhet të alarmonin institucionet, të cilat pavarësisht se kanë 3 vite që njihen me rastin, nuk arrin të japin fund këtij konflikti, që her pas here po shkallëzohet dhe në dhunë fizike. Ndërkohë, pasi dëgjuan pretendimet e Albionit, Maliqit dhe Blerimit, është radha Arturit, kushëriri tjetër të përfshirë në konflikt. Por situata duket si ishte nxehur që në orët e para të mëngjesit, pasi para se të shkonim ne, kishte mbërritur policia. E ke çun gjykat. Viti gjykatën. Jo, do bllokoj rrugën time. Të bllokoj pronën time, bllokoj rrugën time, ndroj familjen time, mbrëndenin tim. Ju kur merrni zëtorin për të shku për të kalu tek kjo rruga, doni që shkoni tek toka tani që keni aty poshtë? Asnjë s'ka kalu me traktorët. Asnjë. Për zotin asnjë s'ka kalu. Për zotin asnjë s'ka kalu. Ju jeni 2 palë, 2 kushëri, jeni drejtuar gjykatës, jeni drejtuar institucioneve, por ne jeni drejtuar neve për të zgjidhur konfliktin. Ajo që dua unë, patjetër që është gjykatë. Është shumë mirë, gjykata do jap vendimin. Albioni për shembull, kushëriri jo tjetër, ai tjetri që ishte atje, me dashmë shku tek tokat, ku do kalojnë përveç saj rrugë? Ja ku ka 11 metër gjerësi rruga atje. Kjo është rruga. 11 metër gjerësi e ka, 11 metër gjerësi. Ajo unë maçellare rrugë. Unë me harta me gjithë. Pse të tardhën? Jo, për shkurt, pranë time? Jo, më pse të kalon pranë time? Do të thonë kjo rruga këtu është pranë ajo. Ka certifikat pronësie. Edhe kjo avlli është bën tokti. Edhe kjo është në tok shtetit. Edhe kjo. Do të thonë ti këtë rrugën e kanë certifikat pronësie. Jo, po është kur e ke marrë certifikatën e pronësisë për këtë? Në 2014 Pse rrugët sepse kur është rrugë është rrugë. Jo. Unë se di që rruga këtë e kam shtru unë me durët e mia, kjo ka qenë tokë bujqësore. Ke kalon ndonjëherë tote? Atë ti çes video. Bën be zot, hajde në xhami Pompej. Në fakt, ashtë nxehura sa janë gjakrat mes kushërimve, duke se çdo tentativë për t'i ulur në bisedime është e kotë. Aq sa edhe Zoti, që e përmendin të gjitha palët, do e ketë të vështirë. Ku do shkojun këto toka? Si shkojun këto toka, o zotni? Ky tel është i imi. Kjo pronë është e imja. Këta rrush janë të mi. Kjo pronë është e imja. Kemi edhe rrugë. Hajde pak. Se jo jam i revoltuese. Vjen kërcënon bashkëshortë është era dytë. Runi që është era dytë. Ne jemi këtu për ku ke traktorin? Vjen shtypën bashkëshortën time me traktore? Që ka shtyp. Tu më shaq, s'ka fakte. Në fakt Arturi referohet kësaj video, ku duket nëna e tij në betejë me zëtorin e kushërimve, që më pas i bashkohet dhe mbesa e saj, vajza e Arturit. Ndërkohë, sipas Arturit, kjo rezistencë një të moshuare dhe një vajzë të mitur ka bërë që të dyja të përfundojnë në spital. Një rrugë nuk mund të jetë kurse justifikimi për fshirjes së grave në një betejë mes burrave, që e kanë humbur arsyen dhe logjikën. Aq më keq dhuna ndaj tyre. Është pronë imja, merre fisin. Pronë jotja nuk është pasuria të rinjve. Neve na janë vënë dispozicion disa video, siç na janë vënë nga gjitha palët, që ju i thoni kushen tjetër që do të hell tru, do të hap tru. E vërtet është. A është kërcënim ky? A është vepër penale ta kërcënim? Si është vepër penale? Sa herë kam shkuar edhe kam thënë, mos kërcëno familjen. Sa herë ti do të kërcënu familjen? Jo, asnjëherë. Mo na fut çështje se ta kam falë një djalë, mos ma fut çështje. Ngjan me një skenë surreale, kjo lehtësime të cilën artikulon fraza të tilla, saqë jeta duket gjëja më e parëndësishme për këta njerëz që luftojnë pa kompromis, por një rip tok. Është një video, është zonja juaj që po i gjuan. Ai gjuhet një fëmijë 16 vjeç. Si? Nuk i gjuhet. Pa e fëmija, se pa e përdër fjalarin tani. Nanën, ropë të shpise e më the tash. Përdër? Ma ke fut, Më dëgjoj pak. Jo e predi të drejtë fëmija ime? Drejtoje në çast statusi ke? Gjithë do të këtë shoqëri këtu. Po. Çfarë status e ke? Ke status bukur ke. Kam status bukur më të mirë se ti. Po hoxha, jo që falësh. Hoxha ti falet 5 herë dhe vitra më konvenzihesh. Pedofil status i bukur. Po jo, më po është mos ofendo. Ti kujton se nuk i di ligjet. Këtu jemi në një situatë tragjikomike, ku dhe ne thuajse jemi jashtë loje dhe kushërinjt na kanë vjedhur skenën. Pasurinë e shtetit bllokon. Nga kjo fytyrë s'ke pas asnjë ofendim. Do të vend dispozicion video që ka kërcënuar me traktor në gjendje të dehur. Bashortën time si e kërcënoi? Me traktor me shtypë. Te ka 3 vjet që ke bllokuar. Pas me Enverin 30 vjet kam kalu këtu. Shkësh tankoshti, po me forti këtë pro nuk e merr dot. Ashtu se marras ti. Është shtetit. Nuk ekziston. Është rrugë. Është guru. To gur. Ai bllokosh atje. Ai bllokosh atje. Ishte 30 vjet sepse pronën time? Është prona ime. Ka 3 vjet që ke bllokuar. Hajde. Është prona ime, asnjë s'ke kalu. Është prona ime,
S'është prona jote. Por si qëndron e vërteta e kësaj rruge që rrezikon të lahet me gjak mes kushërinjve? Arturi disponon këtë certifikat pronësie, ku përfshihet shtëpia e tij, rruga dhe një pjesë e tokës që ai disponon. Në certifikatën e lëshuar nga kadastra e Dibrës, përfshihet gjithë dokumentacioni që sipas pretendimeve vërteton që ajo pasuri i përket atij, ndërkohë që ka dhe dokumente të tjerë që sipas tij tregojnë se nuk ka një pasuri 30, siç fliten nga kushërinjtë e tij. Ke pretendje ke piranja gjitha. Kjo është edhe më e thellë që do na del dart pastaj. Që dardha. Se kush ka ndërhy e kush s'ka ndërhy. Edhe sa herë që dilte ke zotëria këtu, tu i thonë anës time e kam mblemen Napoleona Florinin bashki. Po kam letrat më zotni. O, do bëjmë gallate, do bëjmë gallate. Ore këtu hiçi kam prej këtu se janë tokë tuaj këtu. Ka dëshmitar në tokë time, hiçi në prapë. Mo më çesh në vetë gjyqësi. Nuk do shkoni në vetë gjyqësi, nuk do shkoni në vetë gjyqësi. Ti përpara se të bësh gjyqësi, bësh be. Si orde je imam mërje. Vetë nëse ti s'e ke kërcënuar për gjë. Bëj bejon që ti. Nëse ti s'm ke kërcënuar mua. Bëj bejon se ti. Ti sa herë vjen me makinë atje do të bëj bejon, do të ta çoj portal. Nuk do të na shohë se ta përstrisat fjalën. Ne nuk do të përcaktojmë sipër Kur kërcënimet bën kaçapur përpara 2 kamerave tona, imagjinoni pak se çfarë ndodh me këta kushërinj në një ditë të zakonshme, kur nuk kemi as ne dhe as policia. Edhe pse kemi disa minuta që përpiqemi të flasim me gjuhën e arsyes, duket se është e pamundur. Urrejtja që ata kanë ndaj njëri tjetrit është më e fortë se lidhja e gjakut. Kjo gjë vëret edhe në praninë tonë, ku palët shtyn dhe provokojnë njëri tjetrin, si në këtë rast, kur Blerimi shtyn Arturin në mënyrë që ky i fundit të reagojë keq. Ç'si ka pranë? Ti është prana ime. Jo, s'është prana jote, është dërgujt ajo. Është prana rreth 50 metra. Këtu është proces tani. Rreth 50 metra. Si do shkoj ky te toka vet? Shumë burr, 2 gjëra ka. Se është e shtetit. Jo, më bosh të imja. Arturi vijon të këmbgul se është toka e tij, ndërkohë na ka dërguar edhe disa pamje që sipas tij tregojnë se toka e tij zihet nga kushërinjt sa herë që në lokalin e tyre ka dasma dhe makinat vinë dhe parkohen aty, duke kryer dhe akte të turpshme, që ne nuk i pam askund. Ndërkohë, konflikti sa vjen e përshkallëzohet. Ke nderi familjes time, ke bashkëshorte ime? Po ju e ke lidhur nuk këtë? Jo më zotri, jo më s'kam prek njëri me dorë. Po në letrat e bashkisë, kujt rezulton kjo tokë? Është ngritur grupi i punës me specialist nga ana e bashkisë dhe është bërë verifikimin terren i pronës objekt konflikti. Pasi është konstatuar nga komisioni, është përcaktuar dhe numri pasurisë sipas hartës, do numri pasurisë është numër 30. Për përcaktimin e statusit juridik të pasurisë është bërë dhe aplikimi nëpërmjet IL-Benjës për të marrë kartelën dhe hartën treguese te kadastra. Përgjigje te kadastrës për pasurinë 30 thotë është e llojit rrugë. Ndërsa debati mes kushërinjve vazhdon dhe ne nuk arrim të bindim asnjë nga palët, është radha e policisë të ndërhyr për të qetësuar gjakrat. Palët përfshirë në këtë konflikt bashkë me dokumentacionin, bashkë me pretendimin do afronin në komisariat për veprimin e tyre. A ja vjen që të rrifni me grushta për tokën, po për rrugën. Jo për tokë, jo për rrugë absolutisht, një stale jo. Po dhe zonja jote ka rrafë djalin 16 vjeç. Jo, zotria. Edhe ju keni gjujt atit me shkollë. I ke pa filmimin e vajzës time e nënës time shtri këtu ti ke pa ato apo s'ti intereson ato? Janë fut edhe gratë dhe fëmija ka qenë me ambulancë me ka shku. Ne jemi për mos t'u zënë. Policia e Dibrës apo bëri shoqërimin e Artur Keshit dhe të kushërinjve të tij pas konfliktit i cili degradoi edhe në praninë tonë, ata po shkojnë drejt komisariatit të Dibrës për të dhënë deklarimet e tyre për situatën e sotme. Por jemi të sigurt se kjo nuk do të ndryshojë asgjë. Dhe të nesërmen do të jemi me të njëjtën problematik, e cila nga dita në ditë mund të shkaktojë tragjedi. Kthehemi në kryeqytet, aty ku tregu është tronditur nga një këngëtar i ri rrugë. Nga një klasik, Flor. Mos më thuaj. Po Dilan i kartu? Aty afër, është vis Dilan, piranja jon visuar, ka dalë duke sfiduar hapur konkurrencën. Çfarë thum? Me kë jemi me këtë tjetrën? Ai këngëtare. Mund gjithmonë ka dhënë përshtypjen që është o flautist o pianist. Tani, këtë nuk e gjykojmë dot as unë as ti, por kalimtarët me paratë e tyre. Që nuk janë as kalimtar të rastit, por janë antarë dhe stafit tonë të piranjave. Diqeni ju se ne po vazhdojmë. Shkoj të zem radhën. E vazhdo ti sa gjej korda du, na avash, mëse vjen me.
Jetë hien ti mirë aty. Stop zodi. Hajde. Shumë hajde. Bravo! Ti bashkojmë bashkë? Ha? Se ti majmë një kështu i bashkojmë pasaj? Ha? Ta bashkojmë që ta qitë? Si. Po t'ishim njofi e rëbur. T'ishim njofi e ishim bo njësë bashkë. Pse leti e burë, këshim bo bashkë? Pse? Jo, më pse të ofendova? Uqëm, me leje, ti ke ardi, pare, po, a mund të hymë? A ca është me leje këtu, nuk është qëtë që të vi kush do? Më rëgjin këtu më të romë që më? Që mbjemi? Dolapi. Si funksionon këtu të shë, se kuptoj? Qeti këtu, kam drejt ma leje ty, së unë ishet. Po të ishet e unë, së unë që këtu. Më thash se ishte këndi muzikës tu që kënojnë gjithë. Lutem. A e bën dot ato këngën e Sinan Hoxhës si të flu? Pore. Si ti bige më burkit para se pizza. Po ja, gjatë është mirë, a do bëjmë bashkë? Hajde e bëjmë bashkë. Syt blu. E ke besi do të filmoj? Jo, më po vazhdo. Faleminderit. Ata sy, gjyrë blu, 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 më mashtruan dhe i thash të du. Ata sy, blu, 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 me mashtruan dhe i thash të du. Ata sy. Shumë faleminderit. Rafsh keq. Je spektakël. Shumë faleminderit. Je i madh. Si dalim pra nesër, bona bashk? Në qa ore del ti zakonisht? Nuk traj, di më rejnë. Po gjeta këtu. Bashkëpuno kemi mirë bashkë, bo kemi lek. Se da bëjmë, dhe i ndajmë bashkë të lekët ta. Si dush të i romë, konoj prapu, punoj në ajo orë. Je dhe i orë. Po. Ti këtë hajqik buket vi prapë. Ku ke shpide, ke lërë për këtë? Unë jam larkë, shumë jam dajtë gati. Ke ti ke të lavi. E njifke. A e sa miq komë në ju. Me hapësh më një të lajë pa të qafën. Se ja përzonë, të ja pa të qashun. Erdha. Ka marru më bejtë. Me bejtë, tash pa. I bim shkurt lekët, kur të ponojmë bashkë dhe i ndajmë përgjys, maj miku ti e i ndajmë përgjys. Përdo se si thubi. Ashtu e lim. Rafsh. Rrit zoti. Ishte një shaka, një kamerë e fshet nga piranjat. Si të kamerë bëja me dorë. Ja bëjmë me dorë kamerës? Një i madhë.
janë jo. Largore motor. Largore janë më të më bëllë gjallë. Largore motor. Punojmë bashkë më. Jo, ikën. Tash. Kush e ata gjithë për me e borrin në burgjë punë. Kush e largore? Ja mama më në Grupi? Po ne po punojmë ti me lekë. Të ishe një kamera fshet. Shika. Ky është ai momenti ku ne që punuam për 1 maj, do shkojmë të pushojmë tani për 2 maj. Po, dhe do fillojmë pra punë 3 maj. Është ai momenti që ai duhet rokitja nuk ngjan si duhet të kishte, është fundi, rifund. Po do rikthehemi javën tjetër. Do rikthehemi të premten tjetër me Piranha Show, deri atëherë, kujdes. Piranha kafshojnë! O, që si shtash, do hajë. O, do hajë, po një lojnë shanë. Arela. Këna jugu në veri, me talonje e rësirë, në përfusha, në përkotra, për shëllenjë e kërcirë. Pra pura, hajpini, orë qast, për që kalli në të herët, a të se e i rast.